Prej 11 muajsh, ndërmarrja e shërbimeve dhe punëve publike në Shkodër ka nisur një proces të rëndësishëm për heqjen e kablove nga fasadat e pallateve, një problem i trashëguar ndër vite që dëmtonte estetikën e qytetit dhe paraqiste rrezik për sigurinë publike. Faktikisht është një problematik që ne kemi cekë dhe shumë banor na kanë transmetuar si problematik, sepse ishte bë në shumë vende ishte bë pak aksesueshme mu futa në hymjen e pallatit për rrjetës së kabllove të internetit. Ne faktikisht si drejtori kemi diku tek 11 muaj që merremi çdo ditë. Është bërë një punë e përditshme kjo jona. Faktikisht kemi vazhduar me zonat që kanë qenë më problematike, siç ka qenë aksi Parruz Xhabie, që është përfunduar nga të dyja krahët, aksi Perashit, që ka mbaruar dhe kapota, dhe aksi Rusit. Momentalisht po punojmë në urën Dervishbek dhe do kalojmë në pjesën e kryqëzimit Degës. Kjo ka qenë vetëm faza parë e punimeve tona. Ne kemi ecur në një punë paralele me gjithë sistemin kapot, që është bërë në një pjesë shumë të madhe të pallateve të vjetra të Shkodrës, dhe kemi asistuar që edhe pamja tjetë ashtu siç e meritojnë të pallate, se realisht kanë pas një ndryshim kolosal. Do të kemi edhe fazat të tjera. Përgjithësi Lesha theksoi se puna është përqendruar në ato bloqe pallatesh, ku ka përfunduar veshja me kapot dhe fasadat janë gati, ndërsa është realizuar bashkëpunimi me kompanitë e internetit dhe telefonisë për të punuar në mënyrë të sinkronizuar, në mënyrë që qytetarët përfitues të mos përballen me avari apo ndërprerje të shërbimit. Realisht banorët kanë qenë shumë përkrahas gjatë gjithë aksionit, gjatë gjithë kësaj pune të përditshme që ne kemi bërë për 11 muaj, edhe kompanitë e internetit kanë qenë realisht shumë bashkëpunuese dhe çdo ditë që ne kemi qenë në punën tonë duke prej kabujt, ato kanë qenë duke na asistuar. Ky proces i nisur nga Bashkia e Shkodrës pjesë e vizionit për një qytet më estetik, më të organizuar dhe të sigurt. Ndërhyrjet do të vijojnë në gjitha zonat urbane duke garantuar standarde bashkëkohore dhe bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe operatorët e shërbimeve, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të Bashkisë së Shkodrës.